Nxënës të nderuar të klasëve të gjashta, sot do të kemi njësinë mësimore detyra për vlerën e përqindjes. Do të shohim disa shembuj se si mund të njësojmë vlerën e përqindjes, gjithsesi sasinë e përqindës, nëse janë dhënë vlera të caktuara themelore të artikujve të ndryshëm nga jeta reale. Shembulli 1. Çmimi i fshesës elektrike është 6500 denar, ndërsa zbritja e të njëjtës është 15%. Dhe të nderuar të shohim se sa është zbritja për 15% në çmimin e vlerës themelore të dhënë. Do thotë të gjejmë sa është çmimi i zbritjes. Sa është 15% i numrit 6500 denar i çmimit. 15% e 6500 denarëve e shënojmë si 15% e shprehim si thyes, 15 të 100-ta dhe shumëzojmë me 6500, nga do të kemi. Shumëzojmë 15 herë 6500 dhe do të fitojmë 97500 thyë për 100. Në këtë rast, 20 me 20 eliminojmë dhe do të fitojmë herësin 975, i cili na paraqet 15% e 6500 denarit, që është 975 denar. Do me thënë, zbritja e çmimit të fshesës elektrike është 975 denar dhe se çmimi i fshesës pas zbritjes do të jetë 6500 denar, çmimin që e kishim në fillim, zbresim zbritjen 975 denar, 15% zbritje, dhe do të fitohet çmimi i fundit pas zbritjes 5525 denar. Tani të zgjidhim shembullin 2. Çmimi i trotinetit është 12000 denar, ndërsa zbritja është 12%. Të gjejmë se sa është 12% e 12000 denarëve. Pra, kemi 12% e 12000 denarëve e shënojmë si 12 të 100-tat herë 12000. Shumëzojmë 12 herë 12000 dhe do të fitohet numri 144.000 thyë për 100. 20 me 20 eliminojmë dhe fitojmë numrin gjithësisht sasinë e përqindjes 1440 denar, që paraqet 12% e çmimit fillestar vlerës themelore 12000 denar, dhe ajo është 1440 denar. Pra, zbritja e çmimit të trotinetit është 1440 denar. Sa do të jetë çmimi i trotinetit pas zbritjes? Do të zbresim 12000 denarë, çmimin në fillim që ishte i trotinetit, me çmimin e zbritjes, 12%-shit, 1440 denar, dhe do të fitojmë çmimin e fundit pas zbritjes së trotinetit, i cili është 10560 denar. Shembulli 3. Çmimi i dezinfektuesit të duarve është 140 denar dhe kemi zbritje 10%. Na duhet të gjejmë, nxënës të nderuar, se sa është 10% i 140 denarëve. Do ta shprehim 10% e 140 denarëve në këtë mënyrë. 10% e shënojmë si 10 të 100-tat herë 140 denar dhe do të shumëzojmë 10 herë 140 dhe do të fitojmë numrin 1400 thyë për 100. 20 me 20 eliminohen, gjithsesi pjesëtojmë 1400 me 100 dhe do të fitojmë herësin 14, që paraqet do me thënë 10% e 140 denarve dhe është 14 denar. Pra, zbritja e dezinfektuesit të duarve është 14 denar. Por, sa do të jetë çmimi i dezinfektuesit pas zbritjes? Çmimi 140 denar në fillim të dezinfektuesit do të zbresim, do ta zvoglojmë gjithësisht për 14 denar të zbritjes, që ishte 10%, dhe do të fitojmë çmimin e fundit të dezinfektuesit pas zbritjes 126 denar. Shembulli 4. Çmimi i tabletit është 16000 denar dhe zbritja e të njëjtit është 20%.
Tani ta gjejmë se sa është 20% i 16.000 denarit. Do ta shënojmë 20% e 16.000 denarit si 20 të 100-tat here 16.000 denar. Do të shumëzojmë 20 here 16.000 dhe do të fitojmë prodhimin 320.000 dhe emëruesin 100 që e kishim që e përshkruajtë. 2 zero me 2 zero i eliminojmë, ose pjestojmë numëruesin me këtë emërues dhe të fitohet çmimi 3.200 i cili paraqet 20% e 16.000 denarin dhe është 3.200 denar. Pra, zbritja e çmimit të tabletit është 3.200 denar. Por sa do të jetë çmimi pas zbritjes për 20%? Çmimi i tabletit pas zbritjes do të jetë 16.000 denar minus 3.200 denar zbritja, dhe çmimi i fundit do të jetë 12.800 denar. Nxënës të nderuar, tani mbetet që në mënyrë të pavarur ta zgjidhni një detyrë. Çmimi i një televizori është 25.000 denar dhe zbritja e çmimit është 15%. Sa denar është zbritja dhe sa do të kushtojë televizori pas zbritjes? Pra, çmimi është 25.000 denar, ndërsa zbritja 15%. Ju falenderit.